Dy djemtë e fshehur të presidentit rus Vladimir Putin, Ivani, 10 vjeç, dhe Vladimir Junior, 6 vjeç, u shfaqën në një aktivitet gjimnastikor të drejtuar nga e dashura e presidentit Alina Kabaeva. Ivani ka treguar më parë gjatë një interviste se lëvizjet e bukura të gjimnastikës i mësoi nga kampionët olimpik Aleksej Nemov, Evgenia Kanaeva dhe Tagir Kaibulaev. Sipas New York Post, Vladimir Putin ka ngritur një mburoj për dy djemët nga frika se mos vriten. Për këtë arsye, dy fëmijët dhe nëna e tyre thuhet se jetojnë në një kompleks pyjor të fortifikuar në Valdaj, në veri perëndim të Moskës. Informacioni rreth Kabaevës dhe fëmijëve të saj është fshirë nga bazat e të dhënave shtetërore. Djemve u është dhënë një pseudonim, Spiridonov, dhe i gjithë zona përreth rezidencës familjare të Putinit në Valdaj është nën siguri të rrept, sipas gazetarëve Roman Bananin dhe Mikhail Rubin. Vihet re se Spiridonov është emri i gjyshit të Putinit nga babai, i cili jetoi nga viti 1979 deri në vitin 1965. Putin dhe 41 vjeçaria Kabaeva janë raportuar të jenë në një lidhje që nga viti 2008. Megjithatë, kjo nuk është konfirmuar kurrë publikisht.